Një ditë qëndron të profeti alayhi salatu wassalam me shokët e tij dhe i thot një pyetje shumë interesante. I thot: "Ejun nasi ajabu imanan." Kush prej njerëzve e ka besimin më interesant, ose kush është ai i cili e ka besimin më interesant? Që me të bë përshtypje, ngrihet Ebu Bekri dhe thot: "Engjëjt e Allahut të i dërguar i Zotit." A nuk është interesant, thot, se ato i bindën Zotit në një formë të prerë, thot, as nuk e kundërshtojnë atë në asnjë mënyrë. I thot profeti alayhi salatu wassalam: "E çfarë ka këtu, thot, për të bërë përshtypje edhe për t'u habit, ndërkohë që ata i krijoi Allahu vetëm për bindje ndaj tij, ndërkohë që ata janë pranë Zotit, e si mund ta kundërshtojnë atë?" Ngrihet Omeri dhe thot: "Atëherë jeni ju profetët e Zotit, o i dërguari i Allahut." I thot profeti alayhi salatu wassalam: "Me çfarë ka për t'u mahnit me besimin e profetëve, ndërkohë që Zoti i sjell shpalljen drejt për drejti, ndërkohë që ata janë të pajisur me argumente dhe me fakte prej Allahut xheleshanu, e Zoti ja ka mbush zemrën plot, ndërkohë që ata komunikojnë me Allahun xheleshanu dhe shohin atë që njerëzit nuk e shohin, e kanë suportin hynor." Atëherë ngrihet dikush tjetër dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, atëherë jemi ne shokët e tu, të cilët kemi mbështet ty dhe jemi pranë teje dhe të kemi besu ty." I thot profeti alayhi salatu wassalam: "E çfarë ka për t'u mahnit me ju?" Subhanallahil azim. Çfarë ka për t'u mahnit me ju, i thot, ndërkohë që unë jam midis jush, shpalli Allahu xheleshanu zbret, e ju i shifni se si vijnë ajetet e Zotit një nga një dhe ngjarjet cilat shoqërohen me fakte dhe me argumente dhe me komunikime prej Allahu xheleshanu, dhe se si Zoti na ka mbështet shumë herë dhe na ka dhënë argumente të qarta, i keni pa vetë, jam midis jush. Atëherë thot profeti alayhi salatu wassalam: "A'jabun nasi imanan hum ummati amanu bi wa lam yarawni." Imani edhe besimi më interesant që ja vlen me të mahnit edhe me të bë përshtypje, janë ummeti im, thot profeti alayhi salatu wassalam, është besimi i ummetit tim, ata cilët do të vinë pas meje do të më besojnë mua edhe pse nuk më kanë pa. Subhanallahil azim.